po kaq të rënda, edhe më të rënda, zgjedhje të zhvillu të kapura nga organizatat kriminale më të fuqishme të Shqipërisë dhe rajonit, të cilat disponojnë në kontot e tyre të nëndheshme miliarda euro dhe që luftojnë në këto zgjedhje për lëkurën e tyre, po sepse siç e dini i kisha garantuar dhe vazhdoj t'i garantoj që ato me Partinë Demokratike në pushtet do shpallen organizata terroriste. Çka do thotë, ligj do jetë i tmerrshëm për to. Mos të kenë iluzion, sepse ata janë bërë pegmarrës të demokracisë së një shteti edhe një kombi, me Edi Ramën. Në këtë kuadër, denoj me forcën më të madhe terrorin policesk ndaj numëruesve komisionerëve tanë, kërkoj lirimin e menjëhershëm të vëzhguesit Luan Tollozhina. E gjithë ngjarja është një kurth policesk i organizuar kundër tij. Ai mbahet në burg vetëm si qendrështar dhe mbrojtës i votës. Denoj akte tjera të fallangave të krimit që kanë terrorizuar demokratë dhe demokratë, opozitarë dhe opozitare që kanë dorëzuar filmime, dokumenta mbi dhunimin masiv të këtyre zgjedhjeve. Pra, ftoj demokratët dhe të mbarë opozitarët të vazhdojmë këtë mision si misioni i të gjitha misioneve të një opozite, mbrojtjen, rikthimin e votës së lirë. Asgjë në botë, as një fuqi politike nuk do mund të fshehë të vërtetat e shëmtuara të grabitjes së zgjedhjeve nga narkoregjimi i Tiranës. Ata të cilët injorojnë se këto zgjedhje u grabitën, u plaçkitën në mënyrat më kriminale dhe antidemokratike, do të zhgënjehen më vonë, kur ne të kemi faktuar para çdo shqiptari dhe në çdo kryeqytet të Europës dhe të botës shëmtin e kësaj farse elektorale. Faleminderit. Zoti Berisha, a keni fakte të mjaftueshme për të sensibilizuar faktorin ndërkombëtar për këtë proces zgjedhor që ju e konsideroni të manipuluar, ashtu si kundër keni vepruar në vitin 2001, zgjedhje të cilat nuk u certifikuan nga ndërkombëtarët si zgjedhje të lira dhe të ndershme? Më të shumta kemi, më shumë se kur, fakte dhe dokumenta më shumë se kur. Por fakti është se vëzhguesit ndërkombëtar të OSBE-Odirit, për çka unë përgëzoj misionin e ambasadorit Zanieri, i cili në kushte jo të lehta arriti në një vlerësim paraprak, në tërësi do të thosha real, por natyrisht me Odirin dhe OSBE-n
si kundër dhe me të gjitha kancelarit europiane, me Senatin, Kongresin dhe Administratën e Shteteve të Bashkuara, ne në mbrojtje të votë qytetarëve shqiptar do të kemi paraqitje dhe shkëmbime intensive mendimesh, paraqitje dokumentash dhe faktesh të pakundërshtuesme. Narkoregjimi i Tiranës nuk mundet kur të përfitoj për kohë të gjatë nga kjo masakrë zgjedhore që kreu. Zoti Berisha, gjatë përgjigjes suaj për kolegen Kadesha, ju përmendët dhe kancelarit europiane me cilat ju keni nisur kontaktet për të denoncuar atë që ju e cilësoni si një farsë elektorale. Por nga ana tjetër, duke nisur nga mbrëmja e djeshme, ka një seri liderësh, kryeministra, president të vendeve europiane, mes tyre dhe antar të PPS, të cilët e kanë përshëndetur fitoren e zotit Rama. Ndodhi dhe në 2001 kjo. Je i riti.